الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على خير خلق الله محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të nderuar vëllezër muslimanë, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë dhe gjitha begatit e Allahut dhul Xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet çdo me që i takojnë vetëm Allahut dhul Xhelal, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, i cili nuk ka fillim dhe as mbarim. Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, i cili nuk është i lindur as që ka lindur kë. Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, i cili mban dhe furnizon çka ka në qiell dhe tokë. Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë tek ai kthehet për çdo nevojë. Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, të cilin kemi shpresë të takojmë inshallah të gjithë besimtarët që kanë la ilaha illallah në xhennet ya rabbel alamin. Salavat dhe selamet bashkarisht në këtë ditë xumaje ja çëm dhe dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, pejgamberit të mëshirës, mësuesit të njerëzisë, atij që diti më mirë të organizojë një shoqëri, Muhammedit alaihi salatu wassalam që ishte më i miri i familjes dhe i shoqërisë, mbi atë qofshin salavatët, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi ashabët, mbi tabiinët, mbi etba'i tabiinët dhe mbi gjithë ata që e ndjekën dhe janë duke ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman, sot inshallah taala bashkarisht do të vazhdojmë të diskutojmë dhe të ecim të vizitojmë disa ajete kuranore nga suret El-Mu'minun, të shohim disa grupe të cilat do të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Disa grupe të cilat apo cilësitë të cilëve grupe Allahu xhaleshanuhu më së miri i përshkruan në suret El-Mu'minun. Mendoj ka dhe ajete tjera që tregon se kush do të shpëtojë. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Për shembull, e kemi një sure tjetër në Kur'an, e cila ka kapitullin e kohës, apo suretul Asr, vel asri, wal asri. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Në këtë kapitull apo në këto dy ajete të fillimit të kësaj sureje, Allahu xhaleshanuhu na bën me dije që kush do të shpëtojë apo kush është i humbur, për shembull. Kështu thotë, pasha kohën Allahu, ne vazhdimisht kemi thënë dhe themi përsëri, Allahu është i vetmi i cili e meriton edhe që mund të betohet, të bëhet fe në fenomenet natyrore, në krijesat e tij, në njerëzit, në kafshët, në dronjt, në planetet, në yllin, në yjet, në yllin trokitës e kështu me radhë. Vetëm këtë drejt ekskluzive ka vetëm Allahu, pse? Për një arsye shumë të thjeshtë,
sepse ai është krijuesi i gjitha këtyre. Neve si njerëz nuk na lejohet të betohemi në këto gjëra sepse ne nuk i krijuam këta. Neve si njerëz apo si musliman na lejohet të betohemi vetëm në emrin e Allahut xhaleshanuhu. Shkas i betimit tonë vetëm në emrin e Tij është që garanca është shumë e madhe. Do të thonë, nëse ti beson në Zotin një, do ta besosh edhe atë që thot vallahi, sepse ai në atë Zot që është një betohet. Në fakt Allahu si betohet. Çfarë thot? Wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën vërtet njeriu është në humbje. E lidhën kohën me njeriu, pse? Sepse njeriu koha dhe e shpëtoje ose koha dhe e humbje. Sepse njeriu është e vetë një krijesë në rruzin toksor, i cili më së tepërmi e keqpërdorën kohën. Besoni, milingona si milingon, është bërë studime jashtëzakonisht të mëdha janë bërë rreth milingonës dhe bletës sidomos, edhe rreth kafshëve të tjera. Mirë po, këto di kafshë apo di insekte të vegjël, thot Allahu thot i ka bërë në atë mënyrë që 99.9% të kohës milingona e shfrytëzon. Nuk rinë kohë. Pse? Duke patur parasysh që e ka parasysh vjeshtën, e ka parasysh dimrin, e ka parasysh pranverën, deri muajin e 7 ku do të paraqiten ato gruneje që ne i themi, ku do të korret gruni ka kohë. Do të thonë 11 muaj duhet të pres të i mbledh di kokra grun, mirë po. Për këto di kokra grun ajo bën çmosi dhe punon shumë. Njëkohësisht shikoni milingona çfarë. Njëkohësisht edhe vrapon mbas riskut, kjo është një mësim për mesatarën e besimtarit, të cilin e rrejnë dynjaja. Si rrejnë dynjaja? Neve aq tepër na rrejnë sa që mendojmë se nëse shefim përze prej pune, unë mund të vdes për bukë. Estagfirullah. Merre shembull milingona. Ajo një kokër grun që nuk do e marrë, nuk do mërzitet, nuk ja arrin se është lart apo nalt diçka, ajo nuk mërzitet dhe nuk dorëzohet kurrë, do vazhdoje ke ara tjetër shkoj dhe kërkoje. Edhe te ara tjetër që ose i del livat puna, është livat, do shkoj te ara tjetër derisa të arrijë riskun e saj. Ta marr ato, atë që don me këmbgulje e merr. Njeriu shpesh herë edhe dorëzohet, nuk arritet ta bëjë këtë punë, nuk arritet të bëhet musliman i mirë, nuk arritet të fal namaz 5 kohë, nuk arritet të jap zekat se si vjet, suna arrita të mbledh pasurinë kështu më radh. Do thotë, ajo në maksimum e shfrytëzon kohën e saj. Pse thot Allahu xhaleshanu, nuk thot pasha kohën vërtet krijesa që janë në humbje, nuk ka thënë kështu. Shikoni, Allahu nuk shprehet rastësisht në Kur'an. Shprehjet e Zotit në Kur'an janë krejt me vend, edhe janë krejt të planifikuara mirë, edhe janë krejt me një, si të them, me një plan i cili është shumë afatgjatësie të cilit është deri ditën e Kiametit. Shiko, Allahu nuk tha pasha kohën gjitha krijesat janë në humbje, përveç atyre që japojnë punë të mirë. Jo, tha. Wal asri pasha kohën innal insana lafi khusr. Pasha kohën, vërtet njeriu është në humbje. Nuk tha vërtet milingona është në humbje, apo bleta është në humbje. Po bleta 180.000 lule do i ka përceje në ditë të marrë atë nektarin e vetë, të marrë atë që do të prodhojë mjaltin e kështu me radhë, vetëm që kur të të shkuj në shtëpi, në atë kosherën e saj, a i shefja, apo ajo matica që i themi ne, apo ajo bleta punëtore mbretresha, e përze për jashtë e përze. Ti s'ke pruva gjohë për jashtë me njerë. Në qofë se këtë 3 herë përsëritë, nuk bje njën, e mbysin të tjera. Shko që për sistemi, jesë zakonisht i forë. Nuk duan dembele ato në shoqërinë e tyre. Bleta si bleta. Shkori se e menqër. Nuk duan dembele në shoqërinë. Prandaj neve në mbyti dembelizmi dashur vëllezër musliman. Vërtet, sinqerisht ju them, neve si musliman në mbar botën dembelizmi na shkatroi. Humbja jashtëzakonisht e pa kontrolluar e kohës neve na shkatroi. Vetëm në qoftë se do t'i marrim 3 seriale turke ka 1 sahat, ato bëjnë 3 sahat. 3 sahat, e dini që për 3 sahat njeriu çfarë mund të bëjë? Për 3 sahat mund të lexoj 3 gjuza Kur'ani. 60 faqe. Ja, urdhar. Edhe këtë e kam llogarit tani, llogariti për momentin, 3 gjuza nga Kur'ani, 60 faqe, duke lexuar shumë ngadalë, me tempon e breshkës, ngadalë, po me lexu pak më shpejt, që mesatar,
6 gjuze i lexon Kur'an për 3 saate. Shikoni çfarë humbje të kohës bëjmë ne si musliman. Shikoni, prandaj thot njeriu është në humbje, prandaj pastaj cilësitë ne Allah na tregon se kush do shpëtojë. A mund ta shohim a jemi për këtyre që do shpëtojmë? A prej kujt duhet të shpëtojmë? Prej zjarit të xhehenemit. Çfarë xhehenemi është ky? Kjo është një xhehenem që ka 7 dyr. Xhehenem me kate. 7 dyr. Në derën më të fundit të xhehenemit do hinë munafikët, në derën e parë apo manat që është dënimi pak më i ulët, do hije ummeti do hije ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që ka thënë la ilaha illallah, mirë po kanë vdekur pa u penduar për gjinat e mëdha që i kanë bërë. A besoni që hadithi është autentik? Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, sepse ajo ka qenë dëshmitare e ngjarjes. Kur erdhi Xhebraili alayhi salam, një ditë prej ditëve erdhi Xhibrili alayhi salam t'i bëj ziaret Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe Muhamedi alayhi salam kishte dashur moti ta pyet Xhebrailin alayhi salam. Çfarë ta pyes? Që bëj një pyetje, të cilën pyetje thot Muhamedi alayhi salam, më mirë mos ja kisha bërë. Çeshke mos ja kisha parashtruar këtë pyetje. Edhe çfarë pyetje i bëri Muhamedi alayhi salam Xhibrilit, i dashur vëlla musliman. O ti që e humbon kohën kot. O ti që të iki namazet me seriale turke, angleze, franceze, po e di unë, meksikane. O ti që të iki namazet për një darsën të thjeshtë. O ti që të ikën në dhënje e zeqatit, vetëm se të ka rrejt shejtani si të bëhesh fukara. Shkoni, çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam? I kërkova Xhibrilit, i kërkova Xhebrailit një kërkesë. I thash, o Xhibril, sifnil janna. O Xhibril, ma përshkruaj xhenetin. Ma përshkruaj xhenetin. Ja përshkruajti xhenetin. U kënaq pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj çfarë tha? O Xhibril, a bën të ma përshkruash xhehenemin? I tha ja Resulullah, po. Ja tregoj Xhebraili alayhi salam. Çfarë i tregoj? I tregoj që ka 7 dyr. Me çdo derë të xhehenemit ka çfarë? Ka largësi 70 vjet udhtim. Me çdo derë të xhehenemit. Çdo derë e xhehenemit është e ndarë në 2 pjesë. Në anën e gjatë hin burrat, në anën e majt hin gratë. Edhe në xhehenem janë veçaveç. Në banketet tona nuk i bëjmë veçaveç. Para mendo, në xhehenem Allahu xhaleshanu don të mbrojë shikimin e njeriut. Shikoni, në xhehenem, në zjarr nuk don që ti të shikosh gruan e dikujt në banket që s'ke asnjë sen, apo ajo gruaja ti nuk ka asgjë, vetëm që miqësia ju lidh, ama ti nuk lidh. Atë lidh me dasmarin, nuk lidh me misafirin. Dashur vëllai, s'ma ke kujdes. Në xhehenem Zoti do t'i ndaj burrat veç, gratë veç. Ne në një restoran nuk jemi në gjendje si krye familjar të i ndajmë burrat veç dhe gratë veç. S'jemi në gjendje, pse? Sepse para darsme, 2 muaj para darsme, shejtani t'i ka lidhur sin me një sherbet të zezë. Edhe një 800.000 dila të ka shti në vesh, mos ndëgjojsh fjalën e Zotit. O hoxha, si ta bëjmë na? Si jam më mirë, si mendon? Edhe unë i tregoj kështu është më mirë. Më në fund ku ndëgjoj e ka bërë si ka thënë shejtani. Kështu e ka bërë darsën. Si ka bërë si ka thënë hoxha, si ka bërë si ka thënë Allahu, si ka bërë si ka thënë pejgamberi, si ka bërë si ka thënë Kurani, do e boja ashtu si i thotë shejtani, sepse ai ka qejf në fakt ta boja ashtu. Ka qejf. Edhe mendon që me të pyetmen e hoxhës mund ditën e kiametit të arsyetohet para Zotit, e pyeta unë hoxhën më mrejtën të qerë. Ato ishin 6 vet, unë vet, sunarita, a kjo krijesori që finanson? Kjo krijesori që finanson. Mirë. Allahu Gjellëshanun i ka ndarë to gratë veç, burat veç në xhenem. Edhe ja përshkrua në xhenetin ledha, në xhenetin hutame, e kështu me radhë, ato 7 xhenemet, në xhenemin e kam fjallën, ja përshkruan kush në cilin xhenem do të hinë. Me neve do hinë më në fund, xhenemin më të ketë do të kenë munafikët i dashur vëllezër. Xhenemin më të fundit, më të poshtër do ta kenë munafikët. Mirë, po munafikët nuk do jenë vet, në xhenem bashkë me munafikët do të jetë edhe faraoni me popullin e tij. Katolikët dhe krishterët që i kanë bërë shirk Allahut,
që kanë bërë politeizëm do të jenë bashkë në një xhenem, jehudit do të jenë veç në një xhenem, politeistët do të jenë veç në një xhenem, zjarputistët e kështu me radhë veç në një xhenem, ndërsa munafikët këtu ka dy probleme. Pse munafikët do të jenë bashkë me faraonin? Edhe xhenemi më i rrezikshëm do të jetë xhenemi i munafikëve. Pse? Sepse këta njerëz, ky grup apo kjo kategori njerëzish janë grupi më i rrezikshëm i shoqërisë muslimane. E dini çka është munafik? E keni dëgjuar fjalën munafik? Por si e përmendën pejgamberi e Islam? Çfarë thot? Kush janë munafikët? Munafikët janë thot ata njerëz kur folin rrejn, idha haddatha kadhaba. Këto e munafik. Ka thonë la ilaha illallah. Mund të jetë në xhami, mund të jetë në xhillat, mund të japë zeqat, nuk e dim ne. Mund bëje Ramazan, mund shkojë në haç kështu me radhë, mirë po, ky njeri nuk i la këto huje, të në huje të qia që të bëjnë munafik. Idha haddatha kadhaba. Munafikët janë ata të cilët kur folin rrejn, e kanë qejf rrejnën, interesant. Edhe njerëzit që rrejn janë më të qisë ato njerëz që bëjnë zina. Po. Astagfirullah. Kështu i përshkruan Islami, interesant. Njerëzit që rrejn janë më të qisë ata që vjedhin. Po, kështu i përshkruan Islami. Kështu i përshkruan pejgamberi alayhi salatu vesselam. Një njeri ka ardhur ke Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe i ka thonë: "Ja Resulullah, a vjedh muslimani?" Ka thonë: "Mund të arreje malli i dinjos dhe mund të vjedhe." Nuk ka thonë le të vjedhë, keni kujdes. Nuk është leje për të vjedhë. Ka thonë mund të arreje malli i dinjos dhe mund të vjedhë, mund të rrehet. Mund të rrehet. Edhe pastaj inshallah bën taube, pendohet, edhe Allahu inshallah ja fal. Ja Resulullah, a bën prostitucion muslimani? A bën zina muslimani? Ka thonë mund të arreje epshi shejtani edhe mund të boje. Se di, mund të boje. Edhe inshallah pendohet definitivisht dhe nuk i kthehet atij gjinaj, Allahu ja fal. Ja Resulullah, a mund të rreje muslimani? Ka thonë el muslimu la yakdhib. El muslimu la yakdhib. Shkoni, për vjedhje tha mund, për zina tha mund, ama për rrenën s'mund. Pse? Sepse në qoftë se rren, ai rren që është edhe musliman ka Allahu xhaleshanu xhaleshanu. Në qoftë se rren, edhe atë la ilaha illallah mund ta thotë me rren. Taj asnjëherë nuk mund të mbështetesh për një punë të sigurt. Islami ka plane të mëdhaja. Islami ka obligime të mëdhaja. Mazallah, me lën shteti Islam këtë renavecin në krye të dosjeve kryesore sekrete të shtetit Islam. O ky krejt dinjau do bashkëpalosje dosjet me renat e veta. Do e përmbisje një shtet komplet. Ky njeri vret një mahall që rren. Ky njeri vret një komunitet që rren. Filoni ka thonë për ti kështu, ai nuk ka thonë apo e rren këtë, edhe ki merr masa dele vret këtë kështu me radhë masa zot na ruaj. Prandaj ka thonë el muslimu la yakdhib. Prandaj pejgamberi alayhis salam thotë kështu, një ndër cilësitë e munafikëve janë që kur folën rren, thot një fjalë, ta thot një fitir, në fitir asnjë argument nuk ka, vetëm pse të ka inat apo don të bëjnë një fitnë, këto njerëz janë më të këqij të shoqërisë së komunitetit musliman. Prandaj Allahu në xhenem munafikët do t'i fusë bashkë me faraonin edhe komunitetin e faraonit. Janë shumë, janë kanceri muslimanëve janë munafikët. Sot ne kemi gjithë shumicën e presidentëve edhe kryetarëve të shteteve islame sot i kemi munafik. Po, kjo është hatës e pare. Ditë për ditë vdesën fëmijë në përkampe të refugjatëve të Sirisë, vdesën nga çfarë? Nga ngricat dhe nga të ftohtit, a munafikloku i madh në botën arabe solidarizohen se i ka cof një qend ndonjë krishteri në botë, për shembull. Apo ka cof diçka, apo ka dek dikush që asnjë vlerë nuk ka, bile është i dëmshëm për komunitetin botëror. Kjo munafiklok, kjo deftësi e atyre që mendoj se i udhëheqin musliman, në fakt nuk i udhëheqin për të mirë, por i udhëheqin për në xhenem. Këto e munafikët, rrej, tregohen se janë musliman, nuk janë musliman. Ata edhe kur falen, nuk falen. Ata edhe kur agjerojnë, nuk agjerojnë.
Ata edhe kur japin zeqat, nuk japin zeqat. Ata edhe kur shkojnë haxhillok, nuk shkojnë haxhillok. Shkojnë haxhillok vetëm zihet me hoxhën atje. Shkojnë haxhillok vetëm bleje diçka tjetër, edhe vetëm Islami dhe ibadeti atje nuk i intereson. Gjitha gjërat nuk i interesojnë. Kjo nuk është haxhillok. Apo den mbas namazit, edhe si do fillojë prej te muezini deri te imami, deri te pastruesi i xhamisë, do t'i përgojoje. Apo te ai afër, i vinte ere mirë, i vinte ere keq, i bante kjo, i bante. Neve si musliman nuk na takojnë këto, oj dashur vëlla musliman. E dini një rast pejgamberi alayhis salam, në një rast në namaz të iqindis ose drekës, e falë namazin, ndëgjon që njëri prej xhamatit, shikoni, çfarë kulture pejgamberiane, çfarë kulture Muhamedit alayhis salam. Ndëgjon që njëri prej xhamatit i prishet abdesi. Shikoni, kultura, neve na takon të themi i vinte ere keqe e çorabe. Unë nuk vi të falem me ato keqet. Mezi se mbajnë urinën, ose fjatë të ngjashme. Asnjëherë mos thuj kështu. Ti je në shtëpinë Allah, ti je në bank që xhenet je. Në xhenet nuk ka ankesa, në xhenet nuk ka përgojimi, dashur vëlla musliman. Mos i përngjaj munafikut kurrë, sepse mund të jesh në kantin e 7 të xhenemit që thot pejgamberi alayhis salam. Çi ka thënë Xhibrili. Në një rast Muhamedi alayhis salam e ndëgjon që njëri prej xhamatit i prishet abdesi. E dini çfarë thot? A ditë kanë qenë në një darsë, një drek, gosti. Edhe gjithë bashkë me pejgamberin kanë hëngër mishdevje. Mishdevje. Mbas jep selam prej farzit, i bojnë dua mbas namazit, edhe kthehet Muhamedi alayhis salam me kulturën dhe respektin dhe edukatën hinore më të madhe thot. Ai njeri prej xhamatit tonë që sot ka hëngër mishdevje, le të dalë, le të marrë abdes dhe të përsëris namazin. Kjo Muhamedi alayhis salam. Pse? Dini pse e bëri këtë? Vetëm mos ta nënçmoj atë xhamatin i cili ju prish abdesin. Nuk do ta ingrati. Ju prish abdesin. Ndodhen njerëz jemi. Ajo fiziologjia e njeriut nuk ka garancë. Secilit mund t'i ndodhë diçka e tillë. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Ai njeri që sot ka hëngër mishdevje te filani që ishin bashkë, le të dalë, le të marr abdes, edhe le të kthehet, le ta përsëris namazin, që mos ta nënçmoj atë që ju prish abdesin. Edhe asnjëherë nuk u murr vesh se ku ju prish abdesin. Ki është pejgamberi alayhis salam? Pejgamber që nuk nënçmon, pejgamber që nuk rren, pejgamber njeri që na mëson kur ta themi fjalën u bë. Edhe dulën mbi 10-15 veta, e prishën abdesin, morën abdes të ri, erdhën e falën përsëri qindin, edhe kur kujt kur gjo, ky njeri nuk u nënçmua fare hiç. Ki është pejgamberi alayhis salam? Ja përshkruan Xhibrili alayhis salam xhehenemin. Vazhdon ja përshkruan, në qofse, i thot Xhibrili, në qofse në xhehenem do të futej maja e gjilpërës. Maja e gjilpërës. Edhe me atë majën e gjilpërës do të dilej në dynja, do të shkrihej e gjithë bota nga nxehtësia e kësaj gjilpëre. Maja e gjilpërës. Në qoftë se një unas nga xhenemi del në dynja, do të shkrihen kodrat deri në rrënjët e tyre. Në qoftë se një këmish xhenemi varet mes qiellit dhe tokës, të gjithë njerëzit bashkë me komplet fenomenet natyrale do të shkrihen dhe dërmohen krejt. Ja përshkruan, vazhdoj ja përshkruan. I thot, o Xhibril, a edhe umeti jem do hije në xhenem? Po, thot, edhe umeti jot. Po cilët janë ata? Ata janë ata të cilët kanë bërë gjinahe të mëdhaja, në këtë dynjë, edhe kanë vdekur pa u bë tauba istighfar, pa u pendu. Han sot do pendohem, han nesër, han sot, han nesër, han mbas nesër, han qëtër mbas nesër, edhe mbet zotëria pa u pendu, Irani infrak edhe shkuj pa u pendu. Ti mund të kesh shëndetin jashtëzakonisht të mirë, të fortë. Zdihet personi që shëndeti i njeriut çdo gjë mund të ketë garancë, vetëm shpirti në trupin tonë nuk ka garancë, vallahi billahi. Statistika tregojnë, mbi 70% të vdekjeve në botë, statistika është kjo, e marë në atë entin botëror për vdekshmërinë dhe linçmërinë e njerëzimit në botë. Mbi 70% në botë vdesin nën moshën 50 vjeçare. Nën moshën 50 vjeçare. Pse? Nga aksidente të ndryshme,
automobilistike, nga alkoholi dhe droga, edhe nga infraktet apo smuvdetjet e papritshme. E neve, kush na garanton që do i bëjmë 55 ose 60, edhe ne do bëjmë tauba istighfar, edhe do kërkojmë falje prej Zotit, edhe tash do i lihemi namazit, ilvijata, më vetëm fletër na mungojmë edhe të shkojmë katin e 7 qiellit. Kush ta garanton një gjë të tillë? As kush ta garanton hiç. O që të problem? Jo, kjo është realiteti. Kjo është realiteti i kësaj dynjaje. Realiteti i kësaj dynjaje. Në kohën e një kalifi, Harun al-Rashidi thot në Bagdad, duke shku me ushtrinë e tij në një ekspedit, gjatë rrugës e takon një fëmijë 10 vjeçar i cili vrapante. Harun al-Rashidi e pa që ky djali ishte i shqetësuar, edhe ju tha ushtarëve, ma ndalni që këtë djalin e shoh se nuk është mirë, është i shqetësuar, çfarë ka? Kur e ndalën e djalin, kalifi e ndalën, para mendo. A e thët gjali qëfar i thët? Ma shpejt se s'kam kuakën. Dhe kalifit, pak me kultur. A thët s'ka problem, edhe aja është robi i Zotit, s'është problem. Fëmijë që në original. Fëmijë nuk kanë deftesi. Fëmijë nuk kanë servilizëm. Fëmijë që si meleket. Pra ndaj themi melek janë fëmijë. S'kanë gjinaje. Ato edhe të madhit, edhe të volit, ja thuan gjërat ashtu si që janë. Nuk i kamuflojmë si ne. Nuk i kamuflojmë. 900 zeza ka ti do këti njëri me i mirë. Pse? Normal si ka dha 500 euro borç. Me i thonë se i kesh, gjë kërkoj parët me ljena kësho. Fëmijët të tregon originalitet. A i dhe të kalifi të ret. Oni të thonë kalifi, ma shpejtë se s'kam kohajt, ku shpejton të, i thotë kalifi, ku shkon? Ti aq problem ki, 10 vjeçar. Dhe të shkuj të mri namazin e drekës. Shkuj të mri namazin e drekës, e zani është të thirës. Po ti thot, hala, edhe një të bidjet, mund t'i kesh obligim të mamë seriosët. Hala, jetën e ke për para, e ngacmon kalifi fëmijën. Qëfar thot gjalli i vogël 10 vjeçarët? Një shoku im vdiq gje. Një shoku im vdiq gje. Fëmijë i vogël e ka kuptuar rëndësin e jetës dhe të vdekjes. Pse? Se ki nuk është ngarkuar me gjinahe. Këti hala shejtani nuk ka filluar që zbukuroj punët e tyre, punët e tia. Si shtot Kurani famëlar, u e zejjene lehumu shejtanu a'malehum. Thot shejtani atyre që janë të dhanur më saj dynjaje, u a zbukuroj punët e tyre. Prandaj ata vdekjen e shohan larg. وَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Thot Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar, ata që i ka rrejt dhe i ka mashtruar dynjaja, kiametin e disa larg e shohin. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Ndërsa ne e shohim shumë afër. Kur do bëhet ky kiamet? Ky kiamet mund të bëhet edhe 1 minutë mund të ketë mbet. Kjo Allahu, ndërsa të ne Allahu alem, Zoti e din, edhe 1 minutë, edhe Allahu habitet bashkë me melekët e tij. Shiko çfarë bën ummeti Muhammedit alayhi salatu wasalam, sa është i dhanur më saj dynjaje, a edhe 1 minutë do mbarojë kjo dynjë komplet. Vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasalam, i thot, o Xhibril, kush do jetë në xhehenemin e parë? Xhenemi më i butë, xhenemi më i lehtë është për ummetin e Muhammedit që kanë vdekur pa bërë tauba istighfar. Zoti na ruaj gjithve inshallah. Mos na sprovon. Thot do jenë ata musliman që kanë vdekur pa bërë tauba. Kur i thot që do të jenë nga ummeti jot, Muhammedi alayhi salatu wasalam fillon të qaj edhe i bie të thikë, smurën. Nga ummeti im të do ketë në xhenem njerëz. Këtë nuk e kisha ditë. Edhe bie pejgamberi sa smurët. Se kish paramendu që nga ummeti i Muhammedit alayhi salatu wasalam që kanë thënë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, kanë agjeruar, janë falur, mirë po kanë bërë gjinahe të mëdhaja, edhe kanë vdekur pa u penduar. Pendohu sot, me njerë pendohu. Ku të në tekët pendohu? Thuj e stakfirullah, ti i din gjinahe që i ke bërë, ne nuk i din. Se cili për vetën e ti, din që ka bërë. Gjdo minut është bërë, besone. Gjdo minut është bërë, garancë nuk ka për asë gjanë. Për gjdo gjanë mund të kjetë garancë, për vdekjen s'ka garancë. Pendohu me njerë pendohu. Ku të vdeket për një gjinahe? 92, ke bërë një gjinahe.
E din ti çfarë gjina? Pendohu tash, pendohu. Sa po e ndëgjon fjalën, pendohu më njëherë. Estagfirullah. Me gjithë zemër pendohu, Allahu e di se përse e ke fjalën. Edhe shqiptoje nëse ka nevojë. Shqiptoje. Nga ummeti im do të ketë njerëz që do hinë në xhenem. Ti xhenemi do pejgamberi alayhis salam kur e ka përshkruar xhenemin më të lehtë. Xhenemin më të lehtë. Cili është xhenemi më i lehtë? Ka thonë xhenemi më i lehtë do të jetë xhenemi i mingjës tem, Ebu Talibit. Pse se Ebu Talibi ka vdek pa thonë la ilaha illallah. Allahu alem. Mirë, po kështu është përshkruar pejgamberi alayhis salam. Ai ka desh të thotë la ilaha illallah. Mirë, po vjen Ebu Gjehli me disa të tjerë, në moment që ka desh të thotë la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, vinja kthej mendën. Shko. Ti në moment që do të bësh një seva në shtëpinë tënde, në fshatin tënd, në qytetin tënd, vinja dishon, i çon shejtani që ta dish. Atë janë çon për shejtanit. Vetëm të ta bëjnë mendën mos e bësh atë seva. Ai ka di gjem si bodybuilder, a ti do i ndihmosh. Ai ka 5 gjem në Itali, le t'i qojnë para ato. Ai ka këtë, apo ai kur ishte i ri, ma ato nuk foli, ba ai heste me kundra të bardhave. Zdit, atë zoti ashtu ka pruna gjendje ndihmoj, s'ka problem. Bëne se vapu. Edhe Ebu Talibi, don të thote la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Erdhën edhe e ban pishman duke i thënë, çfarë buri je ti? Do i tradhtosh të parët ta, ti je makrenari, ti je njeriu ma me virtyte në fisin e kurejshve. E di çfarë je duke bërë? Edhe nuk bëri ta istighfar dishtët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po kështu. Dënimi më i lehtë do të jetë dënimi i mingjës tem, Ebu Talibi. Ka thonë cili ja Resulullah do të jetë dënimi, do t'i ndizet një shkëndi, një gac xhehenemi në këmbë, edhe do t'i vlojnë trund, si kur vlon ai jemekja për grosha mbi kaftor, mbi zjarr. Musliman i nderuar, vllai i dashur musliman, pejgamberi smurret. Pse i ka thonë Gjibrili që edhe nga ummeti i do të ketë prej atyre që do hinë në xhehenem. 3 ditë që ndron i smur. Ai vjen në vetdije, mbyllet në shtëpi, ka dalur vetëm për namaz në xhami. Mas një nuk ka komunikuar. Shkon Ebu Bekri në ditën e parë, merr vesh që pejgamberi nuk është mirë. Troket të dera, e hapën derën, Esselamu alejke ja Resulullah. Paqja Allah qoftë mbi ti, o i dërguari i Allahut. Si e kemi pejgamberin sot, pak me buzëqeshje kurse ta disponojë pejgamberin. Ebu Bekri, imagjinoni, besoni që Muhamedi alayhis salam prej burrave nuk ka dash më shumë askënd se Ebu Bekri. Aman, Ebu Bekrit nuk i dha xhevap. Aq tepër ishte i mërzitur. Pse i mërzitur? Pse do të ketë prej ummetit të tij në xhenem? Kjo është mërzia e pejgamberit alayhis salam. Si e kanë pejgamberin Allahut, nuk jep xhevap. Shkon Omeri, troket në derë, Esselamu alejke ja Resulullah. Si e kanë pejgamberin Allahut sot, si jep xhevap. Shkon edhe një tjetër, Selman el Farisiun, e keni dëgjuar gjithë, i jep selam, nuk i jep xhevap. Të tre kthehen tu qaj. Pejgamberi neve mos na japë xhevap. Ato se kanë prit. Ai nuk ishte i dhruar me ata, ishte i mërzitur nga kjo që do t'ju ndodhë ummetit të Muhammedit alayhis salam. Mos qofshin prej tyre inshallah, që do të sprovohen me xhenem. Vjen Fatimja radiallahu anha, vajze e tij. Fatimja vjen. Merr vesh me të qarë, vjen në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, i jep selam, Esselamu alejke o baba, i dashur. Kam dëgjuar që si e mirë. A edhe më nuk folën? Pejgamberi alayhis salam atëherë ia kthej selamin, "Wa alejke selam e dashur e babit." Si mund baba mos e kthej xhevapin Fatimes? Dhe ç'është puna me ti? Pse kështu je mërzit kaq shumë? Kështu ka thonë Gjibrili që edhe nga ummeti im do të ketë njerëz për atyre që do hinë në xhenem, Zoti na ruaj. Kjo më ka mërzitur shumë i dashur vëllai. Andaj pendimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Besoni që Allahu pendimin kur e sheh sinqeritetin e muslimanit, nuk e kthen prap, beso që nuk ta kthen prap. Nuk ta kthen prap. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kështu: "Atë ditë
që u përmbis, me këtë edhe do e përfundojmë që e di që është shumë ftohtë. A ditë që u përmbis faraoni me ushtrinë e vetë, keni parasysh, kur shpëton populli Musait bashkë me Musait, edhe përmbisët, uji ka plan faraonin me ushtrinë e tij. Gjebraili intervenon nga kati i 7 i qiellit, zbret me njëherë në tokë, edhe mirte rrë dhe grell mirte, edhe ja fute në goj grellin apo atë rrërin, kuj? Faraoni ja fute dheu në goj që mos pendohat, dhe se thote, në qonë se do pendoj faraoni, Allahu me njerë gjafalte. Para mendoj faraonit, shikoni çfarë gjinaj ka bërë faraoni. Prandaj këtë e them që në qovë se ati dhe ja falte, ti edhe mu ma shpejt në fale, të dimsh, në falen Allahu Gjeshanu o Gjelalu. Kështu thot pejgamberi sa. Faraoni ka thonë, njëndër, a i ka vra, qëfar ka vra? 800.000 fëmijë ka vra. Kjo ta hekëm lartë, kësaj. Mirë po, gjinaj më të matë që e bori, se shirku o majma se vrasjet, qëfar tha? Popullit të vetë edhe Beni Israelve ta, ju tha, unë jam zoti ju, istakfirullah. Ene rabbukumul ala, ju nuk keni zot tjetër përveç me, ju tha faraoni popullit të tyre. Unë jam zoti, vetën e bëri zot. Edhe thot Gjibrili, thot Allahu ka aq mëshirë, se Gjibrili e din më mirë, i ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu ka aq mëshirë, sa që sikur të thonte estakfirullah, Allahu edhe ati dhe ja falte. Prandaj vrapojsha që ambushi gojen me trull, me dhe, që mos tos estakfirullah. Ama ai nuk thonte, ishte shumë krielar. Kërkojnë ndim prej Musait, nuk kërkojnë ndim prej Allahu Gjellëshanu o Gjellë. Inshallah, Allahu në e fat gjitha gjinat tonë, ja Rabbel Alamin. Inshallah, me të dëgjuar të fjalë, bëmi prej atyre që do të bëjmë taube istighfar në këtë dunjë. Allahu e uzot të rinin tonë, i përmirësot gjendjen e familjeve tonë, ja Rabbel Alamin. E përmirësot ummetin tonë, kombin tonë, vëllezërit tanë musliman kudo që janë, u përmirësot gjendjen, ja Rabbel Alamin, që me këtë të gjejmë razine Zotit në këtë dunjë, shpërblimin, shpëtimin, edhe Gjennetul Firdausi më të tjetër, walillahi l-Fatiha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.